e Ueda Molla, e cila është nënkryetare e komunës së Lezhës, do të flasim për aktivitetin shënuar 558 vjetorit të ndarjes nga jeta të herojit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Duke që zënjën Molla e kemi në lidhje drejt për drejt, edhe po e përshëndesim këtu nga Prishtina. Mirëmbrëma zonja Molla. Mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë si u gjeta. Faleminderit shumë. Na tregoni për këtë aktivitet 558 vjet. Normalisht nga darja edhe vepra e herojit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, çka jeni duke organizuar si komunë ose si bashki, siç thoni ju andej? Po, si bashki, s'ka problem. Në fakt, ne çdo vit Bashkia Lezhë organizon një datë, sepse është një datë kaq e veçantë për Lezhën, dhe këtë vit në 558 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar kemi menduar aktivitete, të cilat fillojnë në orën 10, të cilat janë homazhe për heroin ton kombëtar në vendvarrimin e Skënderbeut. Dhe më pas do të vazhdojmë në Pallatin e Kulturës së qytetit Det Ndue Lazri, që nëpërmjet artit dhe kulturës t'i japim zë figurës së heroit i cili mishëron lirinë, dinjitetin dhe identitetin e kombit ton shqiptar. Që mos të themi që lavdia e tij ka mbetur vetëm nëpërmjet librave të historisë, po ai jeton me ne dhe me artin dhe kulturën. Koncerti homazh do të jetë me artistë kombëtar dhe figura të shuara, siç janë Besiana Mehmeti, është mjeshtri i madh Zhani Ciko dhe drejtues artistik i koncertit që është Shkodran Tolaj. Që në fakt është nder dhe privilegj për ne t'i kemi këto artista në këtë ditë kaq të veçantë për qytetin e Lezhës. Besoj që normalisht edhe e përmende, edhe si komunë organizoni, po edhe mysafirë që i keni, po si pritën këto aktivitete kushtuar herojit kombëtar Gjergj Kastrioti. Se kom përshtypjen që normalisht edhe qytetarët, po edhe mysafirë të ndryshëm. Ftoni shumë mysafirë në ngjarje të tilla, zonja Molla? Absolutisht, ne kemi ditë të cilën ne kemi lançuar aktivitete të tilla dhe i ftojmë, dhe unë gjej rastin dhe tani t'i ftoj të gjithë shikuesit e Kosovës dhe mbar kombëtar që ta vizitojnë Lezhën, dhe pse jo, ka një arsye më shumë dhe të ndjekin aktivitetet e nesërme për nder të figurës së heroit ton kombëtar. Para se të flasim për Lezhën dhe projektet që i keni, edhe se ditët shkojnë shpejt dhe duhet më thirr prap që me bisedu për detin edhe për atë që ofroni në plazhat, në Shëngjin edhe në pjesë tjera, si do t'jetë agenda e gjithë aktivitetit, kur do filloj, kush do mund vi, besoj si që përmende edhe shumë mirë shfrytëzove rastin që me iftu gjithë shqiptarët edhe në Kosovë, po pse jo dhe ata që janë mërgat. Po, do fillojnë në orën 10 tek, siç e thash, tek memoriali, vendvarrimi i Skënderbeut, cili do jetë një takim formal homazhesh, dhe pastaj në orën 11 do jetë tek Pallati i Kulturës, Det Ndue Lazri. Mirë shumë. Të flasim pak për Lezhën, e kemi zotin Dreu shumë shpesh në këto lidhje dhe u bë mirë që të kemi tash edhe juve personalisht, që pse jo të diskutojmë gjithmonë për këtë qytet shumë të dashur për shqiptarët e Kosovës, dhe jo vetëm për ne, por normalisht si është ky fillim viti atje, dhe e di që përgatitjet nuk fillojnë kështu në majën qershor, po fillojnë këto mujt të gjithë vitit, pasi që Lezhë, siç dihet, u bë shumë atraktive dhe me evente të ndryshme, jo vetëm për herojin Skënderbeu, po edhe shumë evente të tjera që me të vërtet kanë për synim edhe shumë qytetarë nga gjithë bota që të vinë atje. Absolutisht, për promovimin e kulturës, artit ton dhe gjitha faseteve të trashëgimisë ton, ne kemi filluar në fakt vitin vrullshëm me aktivitete, dhe ky që 17 janari është aktiviteti i 4 që ne po bëjmë. Absolutisht kemi aktivitete të tjera letrare që përkojnë në shkurt, kemi 2 marsin që mos ja humbim rëndësinë, që është bashkimi i princave, pastaj dhe shumë aktivitete të tjera, të cilat i ftojmë të gjithë si qytetarët e Kosovës dhe mbar kombëtar që të vinë ta vizitojnë Lezhën, dhe njëkohësisht, siç e thatë dhe ju, ne përgatitemi që herët për sezonin turistik, që siç e dim shumë mirë që qytetarët e Kosovës gjën një peshë të veçantë dhe mjaft të madhe për Bregdetin ton.
Mirë, diçka që ka qenë shumë kështu që është diskutu këndej nga ne, është këto plazhat publike, që këtë vit ka pas një hapësinë më të madhe ndoshta dhe nuk di se si e keni rregulluar atje me ligj, po që ndoshta mundemi kështu me prek si temë, pasi që ka pas lavdata për plazhet publike që kanë qenë të pastra, pastaj nuk ka pas kështu mbi popullim, po e them, po ka qenë gjithçka në rregull. Është kjo në vazhdën e asaj reformave dhe pjesës që me bo sa më atraktive plazhin? Absolutisht që po. Ta bëjmë sa më atraktive dhe ta bëjmë të prekshëm nga të gjithë qytetarët, të kenë mundësi të gjithë të vinë dhe të vizitojnë në Shëngjinin dhe këtë vit në fakt do kemi më shumë hapësira publike, sepse tani është rregulluar që edhe kontratat që kanë qenë vjet do jetë, domethënë hapësirat publike në plazhe këtë vit do jenë dhe më shumë. Absolutisht që ne është viti 4 që mbajmë kurorën në Shqipëri për pastërtinë dhe do vazhdojmë ta mbajmë dhe pse jo ta përsosim dhe më tej. Edhe besoj që do e arrini pasi që kom përshtypjen që kështu Shëngjini gjithmonë ne shqiptarët e Kosovës e kemi pak më afër dhe e marrim kështu si të mirëqenë që është më afër nesh. Që mos themi që qytetarët e Kosovës dhe të gjithë vizitorët tanë nuk i sjellë vetëm Bregdeti, po ne kemi dhe trashëgimi të tjera dhe atraksione të tjera turistike, siç është Laguna Kune Vajinit dhe të gjitha tjerat, kishat të cilat mund t'i vizitojmë, Kalan, qytetin e Lezhës dhe pse jo mbajmë dhe kurorën për kulinarin, shijojnë dhe gatimet tona. Pra gjenë gjithmonë një arsye për ta vizituar Lezhën. Zonja Molla, diçka që po ju karakterizon kohëve të fundit, është eventet e mëdhaja që zakonisht po bën të muzikës elektronike, pastaj të festivaleve të ndryshme, edhe e bën këto Lezhën jo vetëm atraktive për me ardhë me pushun kuptimin e plazhit, po edhe ndoshta që me marrë turist nga gjithë bota, gjithë që ka ndodhur. Nuk di sa e mbaj mend, po kryetari i bashkisë na ka treguar që vetëm as viti ka rritje të numrit, gjë që ju gëzon, po njëkohësisht ndoshta ju jep përgjegjësi edhe më shumë që me zgjeru ende kështu gjithë komunën. Kjo përkon edhe me fillimin e sezonit, që është Onum Festival, që sjell DJ-t më të mirë nga gjithë bota dhe po ashtu kemi turist nga gjithë bota. Dhe kjo është si një augur i mirë, le të themi, për fillimin e sezonit ton turistik. I jep një hovë akoma më të madh çdo vit më shumë vizitorëve. Mirë, sa i përket investimeve, ndoshta edhe në nivelin qendror atje, cilat janë investimet që po bëhen edhe cilat do jenë ato që do jenë gjatë vitit, si në kryetare komunës besoj që do të na tregosh, e di që është një rrugë atje që shumë shpejt do e marrë një formë edhe do ketë qasjen më të lehtë aty në plazh, po edhe projekte tjera. Cilat janë projektet që i keni menduar me i realizuar, shpresoj që ta keni shëndetin e t'i realizoni. Faleminderit. Siç e thatë edhe vetë, ka filluar bypassi Shëngjinit, shumë shpejt do të hapet procedura për Milot Balldranin, e cila do të jetë një lehtësi për trafikun. Absolutisht që projektet për Lezhën janë gjithmonë e në vazhdim dhe ne çdo ditë bëjmë diçka të re. Nuk e di nëse e keni vizituar Lezhën, por dallohet mjaft qartë ndryshimet që ajo sjell nga viti në vit. Edhe këto projekte përpos rrugës, ka diçka që mund të veçohet apo ndoshta nuk dën me i zbulu? Për qytetin e Lezhës është projekti më i madh i cili tani është në zbatim, i cili është në bashkëpunim me KFV-n gjermane, që është rehabilitimi i ujrave të bardha, të zeza dhe të shiut, i cili do të sjell diçka shumë të madhe për qytetin, sepse ne nuk do përmbytemi më, siç mund ta keni vërejtur kohët e fundit, kemi pasur dhe përmbytjet nga shirat e shumta dhe nga ky projekt dhe nga ky financim
Lezhë s'do të ketë më probleme për mbytjet dhe përpos kësaj, mbas mbarimit të këtij projekti që mbaron tani në 5 mujorin e parë të vitit, është në buxhetin tonë ne kemi parashikuar që gjitha rrugët e qytetit, po ashtu dhe të qytetit të Shëngjinit dhe njësive administrative, që janë 64 rrugë vetëm për njësitë administrative, 52 janë për qytetin e Lezhës, të cilat do më thënë, siç e kupton ose siç mund ta shpjegoj unë tani, pjesën më të rëndësishme e kemi dhënë në infrastrukturën rrugore, që të mund t'i rehabilitojmë këto problemet tona dhe pastaj normalisht dhe projekte të tjera të bukura si nga ana sportive, si nga ana artistike për qytetin tonë. Zonja Molla, unë njoh shumë shqiptarë të Kosovës që kanë apartmente atje. Njefti ndonjë nga Lezhë që ka bler në Kosovë dikush? Të paktën nga Brezovica ande nga malet e Sharrit. Ka të tillë, kështu duhet ta parashtru pyetjen që kur do vini të na prezantoni gjithë, po e them kështu rivierën e këtij viti. Jam e shfrytzuar me blerë diçka ju këtu. Po, absolutisht që po. Edhe njoh njerëz që kanë bler në Brezovicë. Po mirë shumë. Ne kemi bërë edhe shkëmbime të shpeshta, ne kemi bërë hapjen e sezonit turistik në Prishtinë. Kemi pas dhe panajire të ndryshme të cilat i kemi ftuar dhe qytetarët e Kosovës, po ashtu dhe komunat Kosovës, të cilat kanë shpalosur gjërat e tyra më interesante tek Lezhë. Për atë dashta, kështu në formë shakas, po e vërtetë është që ka shumë shqiptarë të Kosovës që kanë ble atje prona edhe besoj kjo që ju gëzon, po edhe ju që pse jo në të ardhmen të keni sidomos në këtë turizmin malor të vini edhe ju të investoni këtu. Me që ne kemi më shumë të turizmin në sezonin veror, absolutisht duhet ta shfrytëzojmë që sezonin e turizmit malor të vim andej. Të bëjmë shkëmbime. Gjithsesi, edhe jo më këtë kështu na thonë që jemi në një, sepse ashtu edhe jemi, po ideja është që t'ju pës kur do vini në këto panajire, do jeni aktiv përsëri që të sjellni kështu gjithë rivierën edhe ta bëni prezantimin që ka ndodhur. Kur do jetë plani shpejt vini në Kosovë dhe ta prezantoni para publikut këtu? Besoj që plani shpejt do jetë tani në mars, prill, maj, që ne bëjmë dhe prezantimet e sezonit të ri turistik dhe absolutisht edhe këtë vit do jemi në Kosovë. Zonja Molla, ishte kënaqësi që ju kishim në këtë lidhje virtuale, shpresoj shumë që të shihemi në Prishtinë edhe të flasim më shumë rreth projekteve tuaja, po normalisht edhe rivierës të mrekullueshme që ka Lezhë bashkë me plazhet që i zotron. Faleminderit shumë, faleminderit juve. Ishte kënaqësi, natën e mirë.